الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Lënë radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta se do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij të na peshojnë në peshorën e veprave të mira. Kemë arrit do të thotë tek betejë e Hunenit. Sonde inshallah taala besoj që me emrin e Allahut kemë mundu me shpjegu betejën e Hunenit edhe betejën e Tebukut. Këto dy ngjarje të mëdha që kanë ndodhur në historikun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas lirimit të Mekës, do të thotë ishte një grusht i fort për krejt armisht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata s'mëshin me pranu se kaq shpejt do të thotë pat Islami një ngritje të madhe. Realisht Islami u bë superfuqi nga dishullin arabik. Superfuqia që e mbretëronte nga dishullin arabik ishte Islami. Subhanallahu el-azim, këtu është një porosi e madhe dhe një mësim i madh. Kush kishë mendu do të thotë me fillimin e Islamit, me ardhjen e shpalljes në fillim në Mekë, ton ato tortura, ton ato sharje, ton ato do të thotë torturime, sa më i detyrun edhe me lëshu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët me lënë Mekën. Realisht nëse e merr edhe me matematikat njerëzore, e merr është se ky njeri do më thonë, edhe e dini ju e kom përmend momentin e hijretit kur Suraka ibn Malikit i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si do të jetë ajo ditë kur ki me vesh pelerinën e Kisras. Ai hatëru sikur se u shtang, tha mos ka ndonjë Kisra tjetër, ndonjë përsi tjetër, apo po fol për përsin e kohës tonë. Domethënë realisht Suraka e gjykoj me realitetin, se përshë një njeri të ika, o logjikisht me pati një njeri të ik, skutave që thojmë në qosheve, për mës me pa armisht, e të njëjtën kohë ai po pretendon se ka me pas, ka me mbizotru apo ka me rënu një parëndori. Dhe mesazhi i tij, ideja e tij, ideologjia e tij ka me triumfu mbi gjitha. Ama kështu është do të thotë kur robi është i bindur në Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe këto në mësim i madh, muslimanët munden me kalu në për momente jo të këndshme. Munden me kalu në për momente kur ata po shtrohen. Munden me kalu momente kur ata nënçmohen edhe përçmohen, edhe të tjerët mund të duken që janë të fortë. Ama vallahi billahi të besimtarët e vërtet, kur nuk hub shpresa dhe ata e dinë se fitoria i takon kuj? Besimtarëve. Wal aqibatu lil muttaqin, thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, përfundimi i takon të përkushtuarve, sikur që i ka takuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që na tash po flasim, na vetë ata që kem nis këtë rrugtim të përbashkët prej lindjes tij, erdhëm te Huneni. E Huneni e Tebuk është vetëm se të shku të plotësu ajo, si me thonë, premtimi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë që pas lirimit të Mekës, pasoi më një herë, do të thotë edhe një grusht i madh për arabt. Një grusht i madh tjetër, disa fise pasi Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kryti me Kurajsht, e shliroi Mekën. Si me thonë me një fjalë rahatoi ata. Atëherë mbeten disa fise të cilat ishin mbledh në një vend të quajtur Wadi Autas. Malik ibn Auf ishte udhëheqësi i tyre. Ata ishin mbledh disa kabile që dëshin me e luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ishin mbledh Hawazin, Thaqif, Banu Bekr, Nasr,
gjushem e shumë tjerë do të thotë ishin bo bashk, mendojshin me ndalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi 18 ditë në Mekë. Pi ditës shlirimit, do të thotë 18 ditë ka qenë, ditën e 19 në mëngjes e ka marrë ushtrinë dhe është nis drejt Hunenit. Para kësaj, Malik ibn Auf i kishte dërguar disa shpiuna me këshyr çfarë po bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si po përgatitet, me mësu ma shumë për musliman që janë të bëta. Kur ata që i dërgoj Malik ibn Auf, ata u këthyn të Malik ibn Auf i të rishtum, të friksum. Atër Malik ibn Auf i tha, vaj halin për ju, qka është me ju, tha, qka e një kash të friksum. Këtu kishë ndodhë një mërkullit tjetër, se Allah subhanahu wa ta'ala këtëre informatorëve të Malik ibn Aufit, shpionave të ti, i këshu Allah subhanahu wa ta'ala me lajken të personifikun formën e njerëzve. Thot, i pom disa njerëz me teshat bardha, na trishtun. U trishtun, thot, për tëre. As nuk mujte me mbri me hitë e muslimat me këshyt qka? Qa u ka bohët. Thot, për Zotin nuk guxum të qëndronim bashk, andaj në ndodhi kështu si qka jetu e po, dhe më thonë të nga po të friksum. Pejgamberi s.a.s. që shtasht të shtunden me 6 Shawwal të vitit 8 Hijri, unis me 12.000 ushtari, kish 10.000 që e kish liru Mekën, pastaj u bashkan gjitën e 2.000 prej kurejshve që e pranun islamin, u bon 12.000 ushtar dhe unisen drejt, do të thonë drejt Hunenit. Gjatë këtij udhëtimi prej Mekës në Hunen, musliman ecën edhe këtu ka ndodhur një gjë tjetër. Muslimanët i panë mushrikin se kishin një dru që i virshin armët e tyre për bereqet. Me pas bereqet qka? Në luft. Edhe ata ishin të ri në islam, disa për i tyre i thanë, ja Rasulallah, ata e kanë dhatu enuat, një dru ku për i varin ato armët e tyre për bereqet, ata e bojmë edhe nasi ata. A i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, apo dëni me bo ashtu si që kanë bo, do të thotë populli Musës para jush, tha jo vallahi, tha nuk bën se ne kem Zotin ton ai cili duhet të adhurojmë, edhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kjo është pi shirkut. Bereqeti ta shëtim vete kërkohet vetë pikuj për Allahut subhanahu wa ta'ala. Për Allahut subhanahu wa ta'ala. Ushtria muslimane dashurit e mi kur nisën ishin 12.000 ushtarë. I kapi një farlloj vetë kënaqësie. Sa që thëshin, e sidomos ata që ishin të rinë islam, edhe kjo subhanallahu që shtu ndodhë, po du mundohë që shtu kapak me jep ka një mësim të shpejt. E këpa disa pej neve, kër janë nisin fillim me praktiku islamin, Allah në dënë me i bo këtë pejë, në dënë me bo e Bekra. Ka dole, ja, haji bab, ka dole, se shkon kështu, shkon të baba me nëherë, a i baba vetë shkrejtja u donë zdin, s'ka ndi, s'ka pas mundësi me ndi, me marë informata për islamin si duhet a votan. Shkon këj jazbret update-at për e telefonave të ri me bëj marë, për një herë dhe të update-a mi a qita i blokohet, në zehet telefoni a votan. Do të ka të lale, step by step që pitën këta kulerat. Jo e tash e kinisti mu falë vetë, po falë është vetë tash edhe, ka dalë, ty po, duhet me thirë në të mirë, me ndalë për të keqës, po me thirë në rrugën e Zotit me urtësi, me menquri, me maturi, jo me e gërdit dikon. Se shpesher po ndodh dikush, po donë një jetin e ka të mirë, po i gërdit tjertë. E gërdit tjetrin, po du me pas kujdes. E këto emocionet, të ata rishta zi shka ju në islam, kjo është prezente. Edhe të këta të cilët ishin prej Mekasve, me kelive, këtë në 2000 që ishin, thuhet se qëta i ka ko pak vetë nësia, se kërë kanë pa një ushtri, 12.000 ushtar, përshojnë se para kësaj qka,
u ballafaqun me kon me Bizantin, u ballafaqu me Bizantin në kon punë kon. Edhe krejt arabët e morën për serios, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë me të vërtetë ky Muhamedi alayhis salam është bo superfuqi. Edhe ata thanë sot është e pamundur thot na mposh dikush. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ndëgjonte këta tu thol kështu u pikllonte. Pse? Se ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se punë nuk bën me i marr me vetë kënaqësi dhe me hyjëm. Atëre ushtria muslimane dashurit e mi kur shkunte Ghadi Autas, që ishte që shtam afër Hunenit, ka pjesa e Arafatit, diku 10 mile larg Mekës, ishte shumë i pa përshtatshëm. Edhe Malik bin Auf i kish marrë shigjetart, i kishtinë për atfar pyllin e Ghadi Autasit, edhe i nxun prit muslimanët. I nxon nga flet. Nisen me i gjujt me shigjeta sa që do të thot u tuten muslimanët edhe nisen mu shpartallu. Sa që thuhet ka mbet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mbet vetëm se me disa shok ti dhe disa familjar ti. Derisa ka nis me thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me thirr me zot u thon unë jam Muhammedi i biri Abdullahut, tu i thira u thon, tu i thon e jani, unë jam pejgamber, pe pejgamberve të Zotit, e jo gënjeshtar, unë jam i biri i Abdullahut, dhe i thirë të kështu me zonë më mbledh deri sa muslimant u këthynë dhe i rështun për zdyti safat. Bilem ka anë transmitim e ka shti Abbas ibn al-Muttalib e ka pas zonin thuhet sa 1000 veta. I ka thonë theri muslimant. Ka thonë ja Rasulullah pas më di, ka thonë theri se ata ka me të ndi. Edhe atëherë në të bua dhe Allah subhanahu wa ta'ala e përshkruan në surën Tauba ajetin 25 dhe 26, e përshkruan momentin, këtë moment të vështirë, ku thot Allahu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Dëgjoj për Allahun dëgjoj me vëmendje. Çish e përshkruan Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto e përshkruan domethënë vetë kënaqësinë e ushtrisë muslimanëve. Thot me të vërtetë Allahu ju ka ndihmuar juve në shumë vende. Badr, Uhud, rresht krejt luftat, Hendek, Gazwatul Mu'ta e kështu me radhë. Tha kur Allahu me të vërtetë ju ka ndihmuar në shumë vende si dhe në betejën e Hunenit. Kur ju u entuziasmut, u vetë kënaqet me numrin e juj të madh, por ai numër thot Allahu nuk ju solli asnjë dobi. Çka që përshkruan që ndigojnë halo, ndigoj që thot Allahu apet. Thot falam tughni ankum shay'a, numri juj, vetë kënaqësia juaj nuk ju boni kur gjë dobi juaj. Wa daqat alaykumul ardu bima rahubat. Toka ju ngushtu juve pse toka është e gjon. Thumma wallaytum mudbirin, pastaj ju ja kthyt shpinën edhe iket. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, pastaj Allahu thot e zbriti thot qetësinë e tij tek të pejgamberit i tij dhe të besimtarët, wa anzala junudan lam tarawha, dhe i zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti melaike, sa që thuhet kanë zbrit 5000 melaike kanë zbrit në luftën e Hunenit. 5000 melaike. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالله سبحانه وتعالى pastaj Allahu e dërgoi qetësinë e tij te pejgamberit vetë dhe besimtarëve dhe u dërgoi ushtrinë të cilën nuk e keni parë, e dënoi ata që kishin mohuar. Ky është dënimi apo ndëshkimi i mohuzve. Said ibn Jubairi transmeton prej Jaferit, qala fi yawm Hunain amadda Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5000 min al-malaikati musawwimin wa yawma idhin samma Allah ta'ala al-ansar al-mu'minin. Thot Said ibn Jubairi, luftën e Hunenit Allahu i ka zbrit 5000 melaike, një pas një.
E Allah pastaj thot e gjerëzoi qetësinë tek besimtar, te pejgamberi i tij dhe te besimtarët. Kështu do më thonë e fitun muslimanët edhe luftën e Hunenit. U shpartallun. Mbas kësaj kish pi Banu Thaqif, që thash ishin mbledh kabilet për rreth. Banu Thaqif ishin prej kuj? Banu Thaqif, Bani Bekr e tjerë ishin prej Taifit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ndali. Ja. Ata me vazhdu. Me qëru hesabet edhe me banorët e Taifit. Shkoj edhe në Taif, edhe në Taif po ashtu i kryti hesabet me ta dhe e shlirë edhe Taifin. Këtu një moment është një moment që duhet me përmend. Është moment interesant. Që unë e kom në vizu dhe duhet me përmend. Pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mor ushtrinë ata 12.000 ushtarë dhe shkuan edhe në Taif. Kur shkuan në Taif, Huneni kish pasuri të madhe që fitun. Edhe në Taif pasuri të madhe, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kish këta 2.000 kurejsh që ishin të rinë islam do i ke me afru, me u përfitu zemrat, nisim ju jep pi pasurisë luftës. Ansart radiallahu anhum nisën me jep mendime. Disa thanë, po mdo këtë Rasulullah po dënë me nalon. Qëta shu bo bashk me dvet, dhe me kurejshit, me vendasit e ti. Edhe tha po mdo këtë po dënë me nalon Rasulullah s.a.s. Disa tjerë thanë, neve s'po na jep, pyja vesh atyne. Edhe pejgamberi s.a.s. janë nisën mi arën vesh të muhabete. E mor e thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada radiallahu anhu ja Sa'd tha bela ghanim ka arni lem që shtu pej ensarve po thëmë kështu e ti që ka thur Sa'd? Ama qëra Sa'd jo pashallah sahabët nuk i kanë ngrit diçka tjetër dashurit e mirë për pas sinceritetit. Jon kon sinqert, nuk jon kon dredhazhi. Ja me thonë, ja Rasulallah, ta jo kështu e kreja, une me qitë vetën. Jo. Ta ja Rasulallah, une jo më thanë, jo për i popullit tem, dhe me ka dhune i kom ankesat një cita. Atër Rasul s.a.s. tha, a mund është me mbledh, tha këtë ensar që thu? Mbledhi edhe i mbledhen këtë ensar. Pejgamberi s.a.s. tha, o ensar, dëgjova se qëfar keni folur. Pra edhe u hidhru të t'ju në mu. Tha, po oju ensar, ama kuntum dullalen fa hadakum Allahu bi? A nuk ishtë ju thot të humbur, e Allahu ju udhëzoj për mes meje? Pastaj tha, a nuk ishtë ju thot varfër, e Allahu ju furnizoj me mu? A është kështu? A ishit armish njoni me tjetrit, e dini Ausi vës Khazarejgji janë vra, për një deve janë vra në vërmës vete. Sa ensart nisën atërë me ullë koken, krejt, tha jo, ju tha mundën i me thonë edhe ndryshe. Mundën i me thonë, tha se, ty o Muhammed, të përzun popullet në të strehum. Erdhe i varfër në të pasurum. Të morëm mbrojtje, u bom krah i joti. Pastaj pejgamberi s.a.s. tha, o ensar, wallahi tha, si kurse mos kish me paqen hijreti, ka e këshin ndjek ensar të rrugën me kësha me shku. Pas të në tha, Allahumma gfir lil ensar, wa abnau l ensar, tha, o zat, fali ensart, edhe fmit e ensar dhe fmit e fmive të ensarve. Atër e nisën me kajt krejt sahabët, edhe mërën vërse Rasul s.a.s. nuk i kish lonë. Tha, a nuk dëni, tha jo, edhe kjo ishte ajo, ajo që thojnë, qërshia mbi torte. Tha nuk doni, tha jo, të tjerë të mu këthy me deve e me lope, me pasurin, e me mallin e kësaj dynjaje në shpite veta, e ju mu këthy me Rasulullah s.a.s. Kër tha në kështu Rasulullah a.s. I kapi vajt e nësart, krejt njësën me kajt, se e muna vërse e kanë lëndu Rasulullah s.a.s. Atëre, sahabët taj në të kënaqëm, nësart taj në të kënaqëm, tha na mu këthy me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu do thot përfundon edhe kjo do di. Pastaj vim te betejë e Tebukut. Betejë e Tebukut, dashurit e mi, ishte një betejë ma shumë betejë nervash. Lufta s'ka ndodhur në Tebuk. Po ka qenë largësi e madhe prej, do të thot prej Medinës deri në Tebuk. Diku ma shumë se 700 kilometra.
në vapen më të madhe, në xheti madh, mesi verës, plus atje në Tebuk, shkaku i betejës të Tebukut, ekzistonte një fuqi botërore asaj kohe, e cila e kundërshtonte Islamin pas një arsye. E ata ishin kush? Ishin bizantinët. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dërgoi Al-Harith ibn Umair al-Azdin, e dërgoi tek fisi i Sherhabil al-Ghassanit atje te në Basra të apo Bursa të Shamit, e dërgoi me i thirr domethënë në Islam. Sherhabil ibn Amr al-Ghassan e mor e mbyti Al-Harith ibn Umair al-Azdin, dhe pas kësaj tani lufta e kuj? Gazwatul Mu'ta. Po këta apet nuk më mbushin men. Apet u përgatitën dhe dëshin me bo një ushtri të madhe që thuhet që në mbledh 40.000 ushtar, edhe përdojnë me jam mësy dhe tëtë, me jam mësy Medinës. Kër jerë lajmi pejgamberi s.a.s. Atër pejgamberi s.a.s. i mor informatat e ushtrisë bizantine, o përgatit dhe onesta dhe i tha muslimanve, o ju musliman, tha, bënu një gati, tha se dojmë më unis drejt Tebukut. Dojmë me shkur drejt Tebukut, tha, dhe me luftu në Tebuk. Musliman nisën më bogati, se cili, erdh Othmani thuhet se i ka jep mbi 700 deve për luft, mbi 30 ok ari. Pejgamberi s.a.s. bilem për sakrificën e Othmanit, tha, ma darra bi Uthman ma faala ba'da al-yawm, nuk e bën zarar mu Othmanit çka po pasoçit. Se jepi shumë. Ashtu erdhi Abdulrahman ibn Auf, këtë sahabët e jepshin një kontribut për këtë luftë. Se e dishin që është një luftë e madhe mbas kësaj, triumfi i Islamit me triumfu për ballë bizantinëve, kjo ja arrit ke nomin edhe çka, edhe më shumë muslimanëve. Edhe shumë më shumë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, përgatituni, nëse muslimanët u përgatit, këtu bëjshin gati. Ndërsa një pi sahabeve që ka pas emnin, që këtu dojmë me ndodh apo veçuria e luftës të Tebukit, që ka përmendet kur folin ulemat për luftën e Tebukit, po tjetër e trajtojnë ngjarjen e 3 personave të cilët nuk kanë marrë pjesë në luftën e Tebukut, Ka'b ibn Malik, Murarah ibn Rabi'a edhe Hilal ibn Umayya. Ngjarja e Ka'b ibn Malikut. Ka'b i thot kur e ndiva lajmin se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, bënu një gati se dojmë me shku në luftën e Tebukit, thot pe gëzimit të madh avon, thot e kom marr 2 deve i bona gati. Në këtë luftat e kom bo ka një deve gati. Në këtë luft 2. Po tha, desha me këqyr muslimat, me këqyr shok, qa bo një filoni, qa bo një visteki, shkoj dita parë. Haman ja rabbi, unë halasu bona dha gati. Hajtë ashtë nesër bona gati. Në ditën e dytë, apet, shkoj dita e dytë, dita e tretë, unë esën tha musliman, thash hajtë se i nëzohë rrugës dikur kërë e pashe, iki ke shansë. Edhe Kabi o ullë në Medine, e mundon të fartë, se në Medine kishin bet munafikat që s'kishin marrë pjesë, edhe ishin ehlul adhar, ata që kishin arsyetim, pleqe, smut. Edhe Ka'b ibn Malik i mërzitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mundonte edhe një herë për herave, përmendet kjo në Sahih Bukhari, kjo ngjarje, kur e ndal një vend për vendeve atje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka ka bu më rathu Ka'bi? Çka ka bu tha Ka'bi? Demek që s'ka ardh. Çka e ka pengu? Njoni për pranishmeve, për sahabeve, tha ja Rasulullah, se Ka'bi ka pas pare. Ka pas pare dhe kon tregtare, pasurie. Ka thonë Allah, i tha se kalon, thot gjybja e ti që i ka ardhë për Jemenit, me krahatia e ti. Një sahabe për sahabeve i tha, Allah i tha nuk është ashtu, tha. Pasha Allah tha, nuk është ashtu, s'është e vërtet as pak kjo. Na e njohim, tha Ka'bin, edhe e dim Ka'bi çfarë burri i madh është au thon. Po sigurt e ka ndonjë arsye. Ndonjë arsye domethënë që s'është prezanto. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdoi kur mbritën atje, ju hini friga
Bizantinëve s'dolen ata heq, se mora vesh se u nis Muhamedi sa me 30.000 ushtar. Kur mbritën te Buk, ata, si me thon, u avullosen. Si mos me pakon, si mos me pa ekzistu hiç. Ata Rasul sallallahu alaihi wasallam qëndroi dhe u kthy, japi urdhën mu kthyn në Medinë, s'ka luftë. Që tash ishte më shumë luftë, nervash. U kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kur në Medinë, krejt vishin më arsitu pejgamberit alaihi salatu wasalam. Se dhe vike ju arsitoj ke, që s'kish marrë pjesë. Kabi tha, s'misha me përballu qysh me i dalë për para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsye thot s'kisha. I erdhen Murara edhe Hilal ibn Rabia, thanë o Kab, ti e orator, ti dinë më nxirr në pikë kësaj situate. Shkoj e për një arsye të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se Kabi ka qenë orator i madh. Tha nisi ka pak shejtani me dikur thash vallahi kam shku te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vetëm se të vërtetën kam ia thonë. Shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, ti e din tha se cilën luftë i kom bogati ka një deve më ardhë me ta, në këtë luft 2 deve i kom bogati, s'di pëse si marrë e Rasulullah. S'di pëse si marrë. Atër pejgamberi sa tha, s'di që ka me bo me ty deri sa të ndërhyn qa shpallja. Kjo në gjarët dashurit e mi ka ndodhë 50 dit. Prej momenti që arë Rasulullah s.a.s. Deri në zbritjen e ajetit të pranimit pendimit të Kabit, 50 dit, ama këto 50 dit jënë kohën për Kabin si 500 vjet. Thot Kabi, dit ma të vështira tjetës i kom posë këto 50 dit. Pejgamberi s.a.s. kalun dit, në ditën e 40, e qojnë një, e jepin një urdhër, tha sahabëve, kur kush mës më ju folë të në treve. As Kabit, as Murarës, as Hilalit, as selam, as kelam, hiq. S'ka më ju folë. Realisht ma përpara, në ditën e 40, erdhë urdhë tha, edhe grata që ju në shpi me dalë për shpis. Mos me ndajt me burat e vetë. Jo mu do, deri që të vjen sharimi, do me dojnë, a që sa e rodhë, do me këtë dhe sharimi, ajo në musliman, asë janë musliman, mos janë munafika, mos bret ajot, Allahu ajet, e se ta në munafika, e ta një gruja muslimane zvon me ndajt në mëkunor në munafikut. Gruja e Hilal ibn Umayya, se Hilal ibn Umayya ka qenë edhe i bushu. Ka ardhë, ka thonë, ja Rasulullah, Hilali, ka thonë, nuk është i zoti me ushqy vetën, onë mosh, am lejot, ka thonë, ja Rasulullah, veç me shkune me ushqy edhe, ka thonë, veç ka që jo ma shumë. Kabi tash e përshkruan këto momente, këto 50 dit. Thot, delsha në pazar, ishisha shokt, ishisha musliman, kur kush s'vjen ke selam. Shkojsha thot në xhami, u afrojsha thot të vendi, afër Rasulullah s.a.s. I jepsha selam, i thesha selam aleikum ja Rasulullah, ja këshyrsha buz, mos po ma kthe selamin, thot s'ma kthe selamin. Në ditë thot jom shku te djali i migjes, që ka pas shok të ngusht, ka shku i ka thonë para Allahun, pa shmandin Allah, ka thonë, falem breveç 2 fjallë, falem me, se kërkush s'po volë. Tash të paramendu, a mundesh me paramendu, ndalju që tash, qitën paus të edhune. Paramendu që tash të në qytetin pejes, që të na, delti për shpis, ma sporti, gruja jote s'tfolin. S'tfolin evlad, s'tfolin shokt, nuk t'folin gjemati i gjamis, nuk t'folin hoxha, kërkush s'jep selam. A të gushtot to, ka s'gushtot. Wallahi billahi të njerëz normal, po. Të njerëz normal, po. A, ka disa, nëse ka të problema, ish, s'fol as me këto, as me ato, rash krejt. A ja, muslimon e mirë se ka kështu. Ja, s'ka të kështu. Të muslimon e mirë nuk ka kësi kritere. Muslimanin e mirë e mundon, kur muslimanit nuk jep selam, e mundon edhe kjo du të me mundu. Wallahi billahi, po, opton. Pësë se ka rëzikshmëri dhe këtu du me jep një nasihat, wallahi të vetës mi a kujtu edhe se sët për juve. Me bomës mi jep selam njën i tjetit për arsy mbetin veprat tengë. Ju e dini që të honët tajtë veprat ngritën të Allahu. 2 musliman nëse s'folin njëni me tjetrin, nuk flasin njëni me tjetrin, veprat ju ngrihen, nuk shkojnë të Allah subhanahu wa ta'ala.
Tash dikush është ti jepi selam, ai mos jep selam, ti s'ka gojë, ti thuj selam aleikum. Dhe tash Allah subhanahu wa taala në zemrën tonë dhe të sheh se ti ki gatishmëri me I fol. Pse ai se ka ti sa, jo ti s'ka si Zoti i boft rahmet avton. Ka tyrli avton. Wallahi billahi din është më mërzit. Tani rresha do që ja mbaj veti që din. Besa ndoshta veti thot hoj. Si fol musliman. Ya akhi الكريم. بأي دين؟ أقام بيغمبر صلى الله عليه وسلم خيركم من بدأ بالسلام. ما يميري بيو باشتي أي تصير في السلام. Ti fillon me selam, jepi selam. Wallahi tash me bëm janis me këshyr kush ameritan e kush samaritan. Shpkuizut bie, po nuk është dini kështu ameritan. Neve na kanë thonë khairukum men bada bis salam. Ti thuj selam aleikum. Tash çtu ç'ta pikën. Nuk do të thosh mbas selam aleikum tash duhet me kap ngër, kanë me shku me hongër pula me ta. Më rëndësi është i selamin me shpërda, mos me mbajt urrëtien zemrën tonë dhe mendim të keq për vllahun ton. Tjerat atë dua së mdana e të tërmabe tani është. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur I ka ardhur Wahshi, çai ka thonë Wahshit, ja ka pranuar Islamin e tij, ama I ka thonë para turive mos më dal. Në rrugë mos më dal se s'kam qef me të pasë sa ç'a, ma kujton kan vrasën që ai ki bokuj. Hamza radhiyallahu anhu, çështë ndo musliman, ta shkruan zemrën, ta bën zemrën çmir. Allah në bëmë hava punë, Allah ta bëj ty, ama mu kafe, problemet tani me pi kafe. Shan, ofendan, shpif, tani bëmë hava, së është halal e hajgaradat kjo. Nuk hajgaradat kjo punë. Që ta Allah I doshëm, të e mere gjun dikon me zotin arrit me alti e plagos, Allah e në qenë të doktori, e mjekojnë, I shërot, vara, e kryet e punë. Bas 2-3 javë asas, po ti tash mos dhe bëj shërot vara. Ama zemra me bo zotin arrit mu plagu, o zaru, gate mona ton. Problem është. Edhe Kab ibn Malik, radiallahu anhu, thot shkova te djali miqës dhe I thash për Allahun, jep më bërë një selam, veç thujem selam aleikum, kur s'po më fol. Tha I qëjt e krahët e ti dhe bekse ka dhohë Rasulullah s.a.s. bes me fol. Atër thot Kabi, u mërzita, thash hajt po dal një në pazar, më spesha dikan, dola tha në pazar. Pazar të Medines, tha kur po vjen një Bizantin. Po tha ku mundem me gjetë Kab ibn Malikun? Haj, thash aman ja Rabbi, qëtash, bele pas beleje. Për I thoj, tha qekve ki Kab ibn Malikun. Erte Kabi, tha, unë jam tha ne I dërgum prej mbretit Bizant. Tha kena ndi shokjët për pejgamber sallallahu alajhi wasallam, çka ka vepruar për balteje. Ki selam për mbretit, hajde të na, bën hijret të na, të martojmë, t'jepim pare, t'jepim autoritet, gjithë ka t'jepim, veç hajde. Tha la ilaha illallah, Kabi tha, pas kësaj tha dhe kufri tash, mos provu edhe ndin, la hawla wala quwwata illa billah, dhe vazhdoi I mërzitu më kthy. Në ditën e 50 dashurit e mi, Kab ibn Malik I shhyp në trupin e hurmës, tu I vjel hurmat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I zbret ajeti 118 në surën Tawbe, ku thot Allahu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Allahu e pranoi tha pendimin e atyre të treve, kujt Kabit, Murarës edhe Hilal ibn Umejjes. Tha të atyre të treve të cilët patën munguar luftën e Tebukut. Dhe vetëm atëherë kur e kota, do të thotë, vetëm atëherë thotë edhe kur toka, falem nisë thashe kota, kur toka, edhe pse ishte e gjarë, tash përshkruan gjendjen e tyre, thotë ju ngushtu atyre, si fal të kërkosh. Ju ngushtu thotë edhe gjoksi I tyre, e këpo gjoksi I gjallë, vallahi billahi po, e këpo sa të zemë, këtë dynjen mundesh me shtim renda, po ka një herë, ngushtohet as vetën së në mbanë. E që Allah sa precize përshkruan, thotë, sa të thotë, I shtrëngon të thotë shpirtat e tyre, ju ngushtu, thotë gjoksat e tyre, shpirti e tyre ju ngushtu. Edhe ata thot e kuptun se nuk ka këthim tjetër ku, vetëm se te Allahu subhanahu wa taala
E pastaj thot Allahu ja u fali atyre këtë gabim, e pranoi pendimin e tyre, sepse me të vërtetë Allahu e pranon pendimin e tij. Pas këtij ajeti më herë ka zbrit një ajet tjetër, sa thon Allahu, ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin. Oj që keni besu, bëni me të sinqert, mos bëni me drallazhit. Kabin e shpëtoi sinqeriteti, edhe këtyne, edhe Murarën edhe Hilalin, i shpëtoi sinqeriteti. Asgjë tjetër. Çka tha Kabin fillim? Njëherë shejtani dike, se orator, ka mujt me jap një arsye pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja kanë du me kallzu vërtet. S'ka më arsye ja Rasulullah. Nuk di pse s'ka marr pjesë. Thot isha thotën muajet palmes atje. Rasulullah sallallahu alajhi wasallam e kish dërgumin e tij, posterin e tij që i çonte lajmet. I tha, shko tha jep ja myshdën, tha Kabit, tha tregoj se Allahu ja pranoi pendimin e tij, tha Kabi shanel. Tha kura ardh ai prej largit, tha ja Kab, o Kab, ebshir për gëzime për ty, tha vallahi, prej se të kalin në nana nuk ka ditë më të mirë e më të gëzueshme për ty, për gëzime, tha o Kab, se Allahu ta pranoi pendimin ton. Tha kur e kondi këto, tha gati jam kom të ra prej tropit palmes pikëzimit. Jo më zdyt poshtot, teshat, dhe që ato teshat të kisha në trup, s'kisha shka mi jep. Pithon të bëma Allah, të shkon që ka me tjep për momentin. A bën sabër, veç këj të akshë Resulullah s.a.s. Këthena që këj thobë, që kjo këmish, është e jotja. Vrapova, tha me shku gjamit pejgamberi s.a.s. Kër hina në gjami, tha, i pari për sahabeve, tha që u qumë kom me mprit, tha, ishte Talha Ubejdullahi. Tha kur nuk i harrej Talha s'ket moment u qumë, tha të më përqafi, Talha më shtrëngaj. Thot atëru afrova të Resulullah s.a.s. I shkelqen të thot ftyra e ti, i bon të nur ftyra e ti pikëzimit. I tha o Kaab, tha Allahi tha pe asaj ditë që të kalin në nana, nuk ka ditë ma të gëzushme për ty se sot. Allahu min fawqi sab'a samawat, pi 7 polqeve tha ta pranoj pendimin tënë. Tha ju afrova, tha e shtrëngova Resulullah s.a.s. e përqafa fort pikëzimit. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala, dashurit e mi, na tregon edhe për këtë ngjarje të madha, dhe këto është një mësim dhe po du me përfundu dashurit e mi, po du me ndërlidh edhe me diçka tjetër. Po du me ndërlidh me diçka tjetër që o kam mundon shumë. Ko pas kohe, na vim pyetjet dashurit e mi. Vëllai, ka njerë qash po frigona, pasha Allahun po tut na po thom, veç kër e shojmë do një dënim të madh prej Allahut subhanahu wa ta'ala, qash jena të ranu, qash disa prej neve jonë gjindos, veç për e bëj duane, po thëmë, Allahumma la tu akhidhna bima fa'ale sufaha u minna, o Zot, mos na merë për llogari dhe mos na dëno si shkak i punëve të mendjehlet veç a unë të bo. E si do mos valloj, pa më vjen keq i për thëmë kështu, jonë do mendjehlet dhe bëjmë 5 vaklive. Për çka është fjala? Është fjala vëllai dashum për armiqsinë ndërvllazërore që të ndodh. Nuk e di a jeni në rrjedha jo, a jeni të e di që ka ndodhur në qytetin ton, e në përgjithësi në Kosovën ton. Pasha Allah është haram se kisha me i nxirr plot mesazhe, çdo i dyti treti mesazh, o hoxh, s'po fol vllau, po më shon vllau, nuk po m'jep selam vllau pinon e pi babe. Për çka? Për raqet dynjas. Për një cop tokë. Vllau nuk i fol. Çfarë vllau jeti? Çfarë vllau jeti kur ti e armiqson vllaun tënd që ta ka bën nana dhe baba për një cop tokë, për një interes dynjas? A mendon se kimi e marë pasurin me veti? A mendon se ajo pasuri ka me hinë varë me ty? Po vlau, a gaban po bra, ka vlazën që i ka bojnë. Vallaj, ka vlazën që i ka bojnë. A gabojnë, po bra, nuk jom të thonë, nuk jom të i bojnë me lache. A ki ka njerë dhe ti drejt me mbajt një lloj qëndrimi? Po, ama nuk e ki drejtën e Zotit mos mi folë. A e ki drejten mu sharu? Po. E rond, vallaj billaj e rond mes vlau me vlau, bab me djal, djal me bab. Më shkrujnë, a disa herë më shkrujnë, vallaj billaj më shkrujnë një vlau një ditë, po më shkrujnë për Prishtinës, ju betonën Allah subhanahu wa ta'ala, po tha hoqë, pash Allah, apo fol ka një gjera, kam ju kalcu se,
Po më vjen tha mirë kur po folë respektin ndaj prindve e kena marrë vesh, po më kallzo dhe prindve se e keni një përgjegjësi për balla vlatëve. E sidomos kur e ki vllatin e mirë, nuk e ki rakizhi, nuk e ki dorazhi, nuk e ki rrugoç. Djali mirë, musliman i mirë, i gjuhet në qaf i gjuhet. I të killamar të ty Allahu subhanahu wa ta'ala. Qa kështë bo me pas djalin drogazhi? Qa kështë bo me pas djalin ti kamatgji? Qa kështë bo me pas djalin fesatgji që çdo dytë ditë me të profesor të shpi? Kërkaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi, ai që sot e ka një vlat vetin, e ka që i qëndron siratul mustaqimit, i qëndron namazit, jeton me halal, rin larg haramit, vallahi që kjo vlat i khairit. Që kjo waladun salihun yad'u lah, që kjo ka me bo dua nesër për ty, vallahi kur kimë dek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha mat ibn Adam, kur vdek biri Ademit, i ndalet çdo vepër, për jashtim 3 raste. Sadakatul jari, kur kalon lëmosh të rrjedhshme, sadaka të rrjedhshme, ka ndërtuar një xhami, një shkollë, një krull, një punë të hajrit, që njerëz e shfrytëzojnë ato. Au ilmin yantafa'u bi, kalon dituri. Njerëz ndëgjojnë, mësojnë. Au waladun salih yad'u lah, apo kalon evlat të mirë që lutet për ta. Allah ja, disa herën kur vjen do të thotë një evlat do të thotë pe muslimanëve të mirë, edhe ankohet të të valla hoxh çështu. Baba më bën kështu. Wallahi billahi auton. Unë që ditë në auton. Kë pas rastës këtu auton, i gjuhet të qof baba djalit pse ke shumë mjekra. Po çapo të pengon mjekra e ti, o haxhi baba kung fu. Wallahi pa ta shku një unë s'tum pe ndugoj. Edhe më dift se kom gajle, wallahi billahi po. Se djali vet çdo dytën e shoh mërzitshëm, si do ka çaki. Valla baba sot top. Ai se dedi pakerit. Tak te baba, çaki tash me djalin ton. Nuk shërka çaki. O çaki burr. Unë nuk jam ardhur si Ernest. Jo marr si hoxh. Ti e babi ti, a do unë thash një farë babi ti. Do shta unë thash kontribojnë në vladin tonë, ma shumë se ti po vjen keq i po thonë kështu tonë. Po ma ki pru që ashtu ma ki pru e sapin. Thash unë ta këshilloj djalin tonë, mehanizme të kallzune çka e këshilloj djalin tonë, ti ku të më shën rrugë dush me më dalë ma puth ballin. A unë se lypi këto piti as pi kurrë tjetër. Se na e bojmë këtë lila e bojmë. Po çapo të pengon mjekra djalit tonë. A ki që thash djalin me pas drogirash? Jo stakfirullah. A ki që me pas djalin rakizi? Jo stakfirullah. A ki që djalin me pas belazhi? Jo stakfirullah. Pse pi gjur gjave vladit tonë? Po kur e këshillon, gjeja dhe këshillon. A gabojnë e vlad? Po me gabojnë apëton. Edhe na kanë herë nuk dim musim me prindët tonë apëton. Dut me ditë ka dale, dut me ditë edhe me babën kur të fol, edhe nëse jenë hak, dut me agjet tarikën, dut me agjet mënyrën me kallzuar se dallashje. Te përmendi veç një rast edhe për mbylli. Ali radiallahu anhu. Falem në fëmijët e Alis, Hasani dhe Huseini. Një formë si dut mu këshillu më i vjetri. E kanë pa një njeri të marrë avdes. S'po dhil me marrë avdes. I vjetër. Ama që farë edukate. Allahu në mbush, o Zot në mbush me edukat, ja Rabbi. Allahu në asturis me edukat. I ka thonë agjit, apo në këshyrë neve dëve, Hasani e Huseini. Thonë që po merë avdes ma mirë. Se njoni për neve së të ditë me marrë. Kërë e ka njësë me marrë avdes e ka marrë. Veshaj sa e së të ditë me marrë avdes. A përse? Mënyrë, tarik, rrugë, nasihatit mirë. Me bo nasihat për me të mirë, mi kalzu se ti e ka gabim e kibe. O e vladje me ki kesh, o babe ki kesh, o nane ki kesh, o vloja ki kesh. Jo ndam, dhe ne marit me hygjim. Mas e mërë tash të hygjimin e ti, nervozizmin e ti, a zvin ti, mamave sa e nështë pamuk njeri është apëton. Po që ashtu tabiati ti, 10 sekonda, le, mbas 10 sekondave, tërt, këthehet. Le, mbas 10 sekondave, mos fal me njëherë me to, është nervoz, nesër e bojnë muhabetin. Qështu bën muslimani i mirë, ama dhe njerë për thamë për fund, për Allahun për jullus, wallahi billahi, ai cili nuk është i mirë me familjen e ti, me vllaun e ti, me nanën e ti, me babën e ti, me grun e ti, me evlat e ti, pasha Allah në kur s'ka më konë i mirë me nështu. Nëse shtu është i mirë, e shpis është i mirë, me që ta që i përmenda, pi nanës e babës e vllaut e tjerë, wallahi dije se ka një interes saktu më pëton. Po të frikojmë Allahut, t'i lojmë inatet, t'i lojmë ato gjëra që kanë me në largu, se në fondo i dashur jam be, wallahi nesër ti me dek, kush ka me ta mbajt ty të pamën tonde? Kush ka mu kujdes për ty, për evlat tu? A di që sot
po më vjen keq se e di që e zgjata. O ka konsiderohet sot migja domethënë si njeri huj. Migja është vetë babës. Vetë babës është. S'është baba, është migja. Vllau. Po vllau nuk të bëhet kërkosh pasha Allahun që është një. Nuk të bëhet vllau askush, e para mendoj kur e ki vllau musliman 5 vakte namaz. Ja Allah. Ai Musa alayhis salam. Allah më regjistroi në Kur'an. Lypi për Allah, pëse s'ta Musa alayhis salam, bëma vëzir, minister temin, bëma, apo zavens temin, bëma një jaron temin, as ka pas Musa jarona në kone tja? As ka pas musliman të mirë në kone tja, në kone Musës tjerë me dhonë, bëma filone fistekina? Pa e lypi vlaun. Edhe tha forco ma krahin me vla forco të krahi. Wallahi billahi po opton. Të ka nërë disa dikur e shetë që dikush e afron vlaun e vetot, po ju wallahi billahi, qejti se do vlaun e vet, pasha Allah në së njësë donë. A qaj që e dënë vlaun e vetë, edhe ty bjedh një lajtala ka me dasht. Kjo temë shumë e gjatë. Othmanin radiallahu anhu, një pja akuzave që e kanë bo këta ruejbi dhe khavarisht, pse e kanë bo? Kanë thonë këti kanë bledh pi Beni Umeje. Po tut, nëse ti si afron, kush do me ti afru tut? Tha jo nepotizm, nuk ekziston fjala nepotizm në islam. A di kur nepotizmi jo i mirë? Kur i jepet posti dikuj se meriton, ama kur ai në shpeqe e ki ka vlera, edhe qatë punë që ti e ke marrë përgjësi edhe ai din me kry furë më atë mirë, ato du të me afru, jo me shku me lypë në kojshia, te me lypë dikon tjetër me lypë. Allahu na vof me mu dasht për hitina, me dasht një tjetrin, me e te i kalun një tjetrin kur ne gabujmë për balë një tjetrit, me më shelë syt, me u përbi, se vallahi, më fund për thomë, se që e tretë herë për me zgjota, Allah i jetë ashtë të shkot në këtë dynjo. Atë shpejt kalon, vllaut nuk tërnon gjerë. Unë e kom thonë, qëto kush vjen ligjeratat mija të regullta, sin gjymo, para gjymo, sin hydbe, kom thonë, ka herë kom thonë. Pasha Allah në që kam vjen mbare, e se e di që më shajnë, thënë kjo hoxha u budal, ama ka i herë në vore, që ati atin kur përshkojmë, se na peja, së Los Angeles, se gjojmë në një tjetin kejtë, sa e ka pas vllaun gjallë, ja ka shkrumu zemrën, si ka forisht, tani vorat e pëkanë, mi dhe në munafik më skaj, o munafik, vallaj këta që kajnë në vore, e ja ka shkrumu zemrën, sa e ka pas gjallë, vllaun e babën e nonën këta në munafika, këtë e putë munafikave, duje vllaun e nanën e babën, sa i ke gjallë, respektoj, nderoj, wallahi billahi kam e nderu Allahu subhanahu wa ta'ala, atu ku ja kem qëllopi mirësive të Zotit, ku kem nga uaj për mjetë shëjtani, wa akhir da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin.